Pas këtij materiali të kaq të bukur të punuar nga kolegja jonë Gjanane Halili, ne nuk do të largohemi nga qyteti i Tetovës, ku në linjë të drejt për drejt gjithmonë kemi çdo të martë gazetarin ton Visar Sadiku që na sjell biseda dhe gjëra të ndryshme, pikërisht informacione nga qyteti i Tetovës. Kësaj radhe do e kemi Visar Sadiku në gazetarin nga Tetova me Evzal Elmazin, drejtorin e Parkut Kombëtar Mali Shar, ku do të flasim pikërisht për sfidat dhe projektet të Malit Shar. Shpresoj që tani më Visarin e kemi në linjë të drejt për drejt nga qyteti i Tetovës dhe na dëgjon. Përshëndetje Rehan, po dëgjohemi ashtu si theksuat ju, ne sot ja kemi zënë themi zyrën drejtorit të Parkut Kombëtar të Malit Shar tu në qytetin e Tetovës, zotrit Evzal Elmazit. Ndërkohë që ato që theksuat dhe ju, ne do të flasëm për problemet e sfida që ka Parku Kombëtar Mali Shar, edhe pse urnoni? Vetëm nëse mundet mikrofonin ta rregulloni disi ma afër bashkëbiseduesit, për arsye se më thonë nga teknika larë se diçka nuk është në rregull, nuk dëgjoheni? Shpresoj të dëgjohemi tani? Mirë është, më thonë që mirë është, në rregull jemi, mund të vazhdoni. Atëherë, si që theksuam sot, si çdo të martë, ne sot ja kemi zënë edhe një herë përsëris vendin zyrën drejtorit të Parkut Kombëtar Evzal Elmazin, në të cilën na ka pritur ngrohtësisht. Do të diskutojmë për problemet, situatat, punët që ka Parku Kombëtar apo udhëheqësia ere tani më që themi me vullnet dhe përgjithësi është duke punuar për ta zhvilluar temase këtë Parkun Kombëtar. Dihet se sfidat më të mëdha janë edhe me banorët të cilët gravitojnë në Parkun Kombëtar, por edhe me institucionet të cilët po ballafaqohen çdo ditë për ata të cilët si ta krijojnë dhe si ta bëjmë një ndër parket më të mira në rajon. Zoti Elmazi, faleminderit shumë që pranuat ftesën dhe gjithmonë jeni të hapur kryesisht për mediat. Kënaqësia është e jona, faleminderit juve për interesimin tuaj që keni shprehur për të informuar teleshikuesit dhe publikun tuaj mbi sfidat dhe problemet me të cilat ballafaqohet ky institucion relativisht i ri. Atëherë mund të na thoni cilat janë sfidat kryesore në menaxhimin e Parkut Kombëtar Mali Shar? Sfidat janë të shumta, pra siç theksova është një institucion relativisht i ri dhe domethënë si vjet kam fundi i qershorit planifikojmë një manifestim ku do të festojmë një mini jubilej, do kisha thënë, 5 vjetorin e funksionimit nga themelimi i këtij institucioni, pra më 30 qershor të vitit 2021. Pra këtë vit mbushim gjithsej 5 vite dhe sfidat janë të shumta, sidomos çështja e funksionimit normal të këtij institucioni. Nuk dua që të shpreh kritika, domethënë në asaj strukture që ka themeluar këtë institucion, gjithsesi kanë edhe ato meritat e veta, mirë po, do kisha thënë institucion si ky, domethënë që është me vetë financim, është dashur që në periudhën kur është themeluar, shteti spaku 5 vitet e para të funksionimit të sigurojë një buxhet spaku për funksionimin normal të mbulimit të rrogave të punonjësve, shpenzimet tjera, pra rrimës, veturave, kështu me radhë. Nëse di unë 2-3 vitet e para ka qenë me financim nga ana e shtetit apo nga ana e grantit. Ndërkohë që 2 vitet e fundit është me vetë financim dhe sa e keni problem për shkak se duhet gjeneroni të ardhura, ku dihet se një pjesë ku funksionon Parku Kombëtar Mali Shar është një ndër themi ku edhe banorët e kanë shumë vështirë dhe ekzistimin e tyre themi mbijetesën, ndërkohë që duhet paguajnë për të gjitha shërbimet që duhet marrën nga Parku Kombëtar. Ndërkohë që keni të gjitha ato të cilët vizitojnë Parkun Kombëtar duhet të dërgojnë mesazhe sa themi arrini ju të arrini të mbuloni së paku këto shpenzime që thoni ju. Pra siç e theksuat edhe ju, unë jam tu nga mesi i qershorit të vitit të kaluar, pra në qershor të vitit 2025 jam emëruar si
në fillim ushtrues detyre, ndërsa në janar edhe drejtori këtij institucioni publik. E gjeta institucionin në një gjendje shumë të rëndë, shumë të vështirë financiare, me dy rroga të papaguara ndaj punonjësve, me shpenzime, me borxhe tjera të papaguara, kështu që ishte një situatë vërtet e vështirë. Mirë po, kemi punuar, gjatë viteve të kaluara nuk është punuar në drejtim të sigurimit të burimeve stabile të financimit të institucionit, ka një potencial të jashtëzakonshëm, mirë po nuk janë shfrytzuar, nuk është punuar në drejtim të sigurohen të hyra për betanake. Gjatë kësaj periudhe kemi arritur të nënshkruajmë një numër të madh të marrëveshjeve apo kontratave me subjekte apo operator ekonomik. Për herë të parë mund edhe të krenohemi që arritëm me gjitha hotelet që funksionojnë në kodër të diellit të nënshkruajmë marrëveshje dhe të paguajnë një farë kompenzimi vjetor në bazë të tarifës. Po ashtu sa i përket çështjes së pagesës së hyrjeve në territor të parkut, këtu dua të theksoj se është vënë si sistem në funksion nga maj i vitit të kaluar. Mirë po, ka patur edhe keq kuptime, do me thonë nga jo pagesë që është një pagesë simbolike, edhe pse qeveria ka miratuar një tarif për pagesë të hyrjes vizitorëve në territor të parkut, jo vetëm te parku kombëtar Mali Sharr, por edhe në parqet tjera nacionale të vendit, do me thonë nga jo pagesë janë të liruar, ne nuk e implementojmë për personat fizika apo individët, por vetëm për automjetet motorike, të cilët, do me thonë, ndotësit që ndotin ambientin, dhe nga jo pagesë janë të liruar banorët që jetojnë brenda teritorit të parkut, dhe ata banorë, për shembull të Tetovës apo komunave tjera, të cilët posedojnë apo kanë prona në territor të parkut, dhe subjektet normalisht private. Dhe mirë po, është një territor specifik, pra nga fshati Jazhinc deri në fshatin Duf të Mavrovës, komunës të Mavrovës, gjithsej 75 deri 80 km gjatësi, dhe me vetur ta ecish, do me thonë të duhen afër 2 orë, ka dikundi 70 deri afër 80 hyrje rrugë të regjistruara, po plus edhe rrugë tjera të paregjistruara, që është të vështirë të kontrollohen me një numër të limituar të punësuarve, kështu që jemi të koncentruar në për ato lokacione apo vende më atraktive që frekuentohen nga vizitorët, dhe këtu dua të theksoj se kemi arritur të krijojmë një bashkëpunim të shkëlqyeshëm me sektorin për punë të brendshme të Tetovës, po ashtu edhe me policinë kufitare, me të cilët veçse jemi pothuajse çdo javë me patrollat të përbashkëta, duke filluar nga policia kufitare në Rogaqev, kodër të diellit, Mazraq e kështu me radhë, po ashtu edhe me institucione tjera, me policinë pijore e kështu me radhë. Dhe gjatë kësaj periudhe do të intensifikohen më tepër këto patrullime që të rrisim edhe vetdijen e njerëzve, sepse po fjalë për një pagesë shumë simbolike, pra 150 denar për hyrje me mjete motorike, që 150 denar kushton vetëm një kafe në kodër të diellit. Treku jemi të mjetet motorike dhe mos dalëm pyetje tjera, por ato të cilët e shqetësojnë, themi, se për shkak se Mali Sharr është e pasur me gjithçka. Absolutisht. Ndërkohë që vazhdojnë edhe më tej të bëjnë shqetësime edhe banorëve të asaj pjese, por edhe vetë të dëmtojnë parkun kombëtar. Ka ndonjë dënime të caktuara për ata të cilët lëvizin me motora, me xhipa në për vende ku nuk është e lejuar, për shkak se në për rrugë kryesore nuk është ndaluar, mirë po ato lëvizin në për fusha, në për vende private të banorëve, por edhe të parkut kombëtar duke e shkatruar ato. Si vjet do të ndërmerrni masa më rigoroze apo do të vazhdojë sikur ka qenë edhe më herët? Ashtu pra, ka do me thonë, është një problem që vazhdon edhe
gjatë kësaj periudhe. Si që thash, do të intensifikohen, do të ketë kontrolla më të repta në drejtim të kontrollimit të këtyre mjeteve motorike, të cilët fatkeqësisht lëvizin jashtë rrugëve të lejuara dhe shkaktojnë edhe, ndotje të ambientit, të natyrës, por edhe kur lëvizin edhe në për vendbanime apo në për fshatra, po ashtu i shqetësojnë edhe banorët, edhe pastaj edhe faunën e pasur të malit sharp. Si që thash, do të vazhdojnë kontrollet të shtuara së bashku me përfaqësues të policisë kufitare, policisë pijore, po edhe të policisë së rregullt, dhe ka patur në të kaluar një shqiptuar edhe gjoba ndaj këtyre mjeteve të ndryshme motorike. Do kisha apeluar, neve se kemi nisur një iniciativë që të kontaktojmë pothuajse të gjithë subjektet private të cilët japin me qira mjetet të tilla motorike, që ti njoftojnë klientët e tyre me instruksione se çka duhet të bëjnë kur hyjnë në territor të parkut. Pra, mos shqetësojnë banorët, mos shqetësojnë faunën e pasur, mos e dëmtojnë natyrën, mos hudhin veturina, mos ndezin zjarre, të respektojnë rregullat e parkut, mos bëjnë zhurmë të madhe kur kalojnë në për vendbanime, dhe rregullat të tjera me 3 gjuhë, shqip, maqedonisht dhe në gjuhën angleze, dhe do të ndërmerren masa të shtuara në këtë drejtim. Theksuat se mos zhurma, zjarre, gjëra tjera, ndërkohë që kanë kaluar 5 vite, banorët janë të informuar sa duhet se çka lejohet në parkun kombëtar dhe çka ju ndalohet, ndërkohë tani që jemi në kohë pranvere, shumica e banorëve edhe bëjnë pastrimin e fushave të tyre, a lejohet zjarri, si lejohet me përmasat, a duhet jeti kujdesshme, çka lejohet dhe çka nuk lejohet. Keni arritur qytetarët ta marrën këtë mesazh nga ana e parkut? Po, të me thonë, në bazë të planit të menaxhimit të parkut, plani 10 vjeçar, nga viti 2022 deri vitin 2031, atje sakt janë të përcaktuara gjitha aktivitetet e lejuara dhe të ndaluara në bazë të zonimit, pra zonave të përcaktuara. Lejohet, do me thonë, ecjat apo marshet malore, turizmi malor, po ashtu janë të ndaluara prerja ilegale e pyjeve, ndërtimet pa leje, uzurpimet e pronës shtetërore, lëvizja me mjetet motorike nëpër rrugë apo shtidjet të palejuara. Gjuetia është ndaluar, po ashtu përveç në asaj që është sanitare, pra në rast të konstatimit të ndonjë smundjeje ndaj të ndonjë kafshë, atëherë lejohet një gjueti sanitare. Dhe normalisht ndezja e zjarreve është rreptësisht e ndaluar dhe hedhja e mbeturinave. Këtu do kisha apeluar të gjithë posaçërisht edhe banorët rezident të gravitojnë në territor të parkut, por edhe vizitorët e ndryshëm që të kenë kujdes maksimal, mos ndezin zjarr nëpër territor të parkut, edhe gjatë kësaj pastrimit të livadheve, domethënë sepse shumë lehtë mund të del nga situata nga kontrolli, dhe kemi patur, ne jemi përgjegjës, domethënë si administrate, si institucion publik, që të reagojmë të parët në terren. Këtu po ashtu do ta kisha theksuar edhe një rast, shoh edhe shumë komente negative, sezon kritik për territorin për institucionin ton, janë sezoni i pranverës dhe i vjeshtës. Dhe disa theksojnë se si mundet zjarr të ketë në pranverë. Po edhe gjatë muajit të Ramazanit, domethënë me agjërim, vetë kam qenë prezent edhe para iftarit, ora 4, kemi intervenuar me 2 punonjës në shuarje të 2 zjarreve, një në
fshatin Peçkov, pra të Kostivarit, dhe një mbi fshatin Brodes dhe mes fshatit Brodes dhe Veshallës. Do me thënë, qytetarët, banorët, rezident jenë maksimalisht të kenë kujdes gjatë pastrimit të livadeve gjatë këtij sezoni pranveror dhe mos ndezin zjarre. Zoti Elmazi, ju edhe përveç problemeve, sfidave, mendoni që të ndërtoni një shtek edukativ të cilët fëmijët themi shkollës filloreve, por edhe ata të mesmet kenë një shtek themi edukativ për ecje. Ndërkohë që edhe mbjellja e fidaneve, kryesisht në kohë pranvere, është një ndër faktorët kryesor të cilët e keni vazhduar me vite që të kultivoni. Ndërsa në pjesën tjetër, themi keni një bashkëpunim, them 3 pyetje, me Parkun Kombëtar të Nacional të Kosovës, të cilët pritin që të ndërtojnë një shtek i biçikletave që do të kalojnë nga Parku i Kombëtar i Kosovës në Parkun Kombëtar të Maqedonisë, ndërsa do të jetë në vendbanimi i komunës të Arcës. Si zhvillohet këtë situata? Po, do me thonë, me që ato kapacitete të cilët i kemi, që i disponojmë, gjithë kolegët janë të stërngarkuar me detyra dhe aktivitetet të ndryshme. Si që teksuat, planifikojmë në lokacionin e quajtur Guri i Sidollit, të ndërtojmë një objekt, një infoqendër në bashkëpunim me Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, dhe në atë lokacion po ashtu, do me thonë, përveç atij objekti, i cili do të shërbej edhe si një mbrojtore për monitorimin e zjarreve, do të ndërtojmë edhe një shtek edukativ në hapësirë të hapur, pra në natyrë, i cili do të shfrytëzohet nga nxënësit e shkollave, zakonisht shkollave fillore, pra ciklit të ulët, po pse jo edhe shkollave të mesme, sepse gjatë kësaj periudhe kemi patur një interesim shumë të madh. Kemi qenë, do me thonë, jemi vizituar nga mbi 700 nxënës të shkollave të ndryshme, sepse ne përfshim diku, mendoj përfshim 7 komuna, nga të cilat 2 janë urbane, pra Tetova, Gostivari, pastaj Jegunovca, Te Arca, Bogovina, Vrapçishti dhe një pjesë e komunës së Mavrovës dhe Rostushës. Dhe duke parë këtë interesim të shtuar, ne vendosëm që të ndërtojmë një shtek edukativ në lokacionin e quajtur Guri i Sidollit, po ashtu atje planifikojmë edhe të ndërtojmë disa tezga nga objekti material druri, të cilin do të shfrytëzojnë banorët lokal për shitje të produkteve bio të malit shar, dhe po ashtu kemi mbjell vitin e kaluar diku 35.000 fidane, apo mbi 12 hektar në 6 lokacione të ndryshme. Kemi mbjell një hapësirë në mbi fshatin Vic, në fshatin Selc, po ashtu në Gjurgjevisht të Vrapçishtit, në këtë fshatin Varvar dhe në Bellovisht. Ka qenë një aksion i suksesshëm, mirë po do kisha teksuar se i njëjti është realizuar me punonjësit tanë, sepse ishte, do me thonë, sezoni fushata parazgjedhore dhe Ministria e Financave nuk na dha përgjigje që të angazhojmë punëtor sezonal që do të ndihmonin në realizimin e këtij projekti, mirë po duke patur parasysh se edhe koha nuk premtonte, ne me forcat tona dhe me ndihmën e disa dashamirëve të natyrës, disa shoqatave bjeshkatare, arritëm ta përfundojmë me sukses. Sa i përket bashkëpunimit me Parkun Nacional Shari të Republikës Kosovës, kemi një bashkëpunim të shkëlqyeshëm. Jemi në fund të një, do kisha thonë, finalizimit të një projekti të përbashkët ndërkufitar, një shtek për bicikleta që do të filloj nga Parku Nacional Shari në Republikën e Kosovës, do të kaloj në për territor të komunës së Te Arcës dhe do me thonë deri në lokacionin Leshnicë dhe në Kodër të Diellit. Pra nesër
kam një takim me drejtorin e parkut në Republikën e Kosovës dhe do t'i finalizojmë gjitha detajet dhe do të fillojmë së shpejti me realizimin e të njëjtit. Zot Elmazi, pyetjen e fundit për shkak se edhe koha nuk na premton, themi që kemi disa tani që janë aktivizuar pas parkut kombëtar Malishar, që ka disa bujtina kryesisht në fshatin Bozovs, por edhe disa qytetarë themi me vetë iniciativë, nuk e dia, janë të regjistruar si subjekte për shëtitjen e turistëve të huaj, me kuaj, me mënyra ndryshme. A kanë participim ato për të paguar? A duhet të participojmë në parkun kombëtar dhe cili është funksionimi këtyre të cilët funksionojnë në parkun kombëtar? Po, do me thonë ashtu si që theksova edhe në fillim, ne si institucion kemi bërë përpjekje maksimale që me gjithë subjektet dhe gjithë operatorët ekonomik që operojnë në territor të parkut kombëtar, pra të lidhim marrëveshje dhe kontrata dhe të paguajnë një farë kompenzimi vjetor në bazë të tarifës së përcaktuar. Tash nga informacionet që i kemi, presim që të bëhen edhe ndryshime në ligjin për mbrojtjen e natyrës, ku shumë qartë pra do të definohen edhe këto probleme, sepse zgjidhja e tanishme është, do me thonë, subjektet mund në bazë vullnetare të nënshkruhen. Dhe nuk ka mekanizma se si të detyrohen të njëjtit që të veprojnë në bazë të ligjit. Ndërsa me ligjin e ri, pra nuk do të jenë ndryshime apo plotësime, por do të jetë ligj i ri, aty do të jetë, domethënë, obligueshme për çdo subjekt i cili kryen veprimtari turistike apo veprimtari tjetër brenda territorit të parkut, do të jetë i obliguar që të nënshkruaj dhe të bashkëpunoj me institucionin tonë. Ne kemi arritur të nënshkruajmë disa kontrata, po ashtu edhe me subjekte që do me thonë organizojnë udhëtime me kuaj, apo shëtitje me kuaj në vendet jashtëzakonisht atraktive apo peizazhe të bukura të Malishar, të cilat janë të shumta. Dhe jemi të kënaqur nga i bashkëpunim, mirë po kemi informacione se ka edhe persona fizik të cilët domethënë nuk janë si subjekte të regjistruara, por si persona fizik, dhe me ata në të ardhmen do të angazhohemi dhe do të punojmë që të arrijmë të nënshkruajmë marrëveshje apo kontrata të këtilla. Në përgjithësi jam i kënaqur edhe me bashkëpunimin me banorët lokal. Tash është një territor jashtëzakonisht i madh, diku kemi 27 vendbanime apo fshatra dhe bëjmë përpjekje maksimale që sa do pak t'ua lehtësojmë jetën këtyre banorëve dhe që mos bëhemi ne shkak apo kisha thonë që ato të shpërngulen apo të largohen nga vendbanimet e tyre. Neve nuk na duhet park kombëtar pa njerëz, pa banor. Ne do të bëjmë maksimumin që të dalim në ndim, kuptohet edhe duke respektuar edhe aspektet ligjore të ligjit për mbrojtjen e natyrës. Zot Elmazi, faleminderit shumë që ishe pjesë e emisionit Ritmi i ditës në televizionin shtetëror dhe bashkë do të shihemi në projekte të mira të parkut kombëtar, të cilët do të gëzojmë edhe ne si banorë të Tetovës. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe juve, ishte kënaqësia ime. Atëherë, Rehan, këtu ishem bashkë me drejtorin e parkut kombëtar Malishar, Efzal Elmazi, i cili në një aq minutar sa kishim arritëm që të prekim disa nga pikat kryesore të cilët ka edhe shqetësime, por edhe të arriturat e parkut kombëtar, dhe dëshirojmë dhe duam, si shta dhe vetë zoti Elmazi, që nuk na duhet të park kombëtar pa banorë të asaj pjese. Shpresojmë që të ringjalljet edhe të investohet sa më shumë në parkun kombëtar, që më pastaj edhe banorët të kenë një qëllim për të rritur atje, për të investuar dhe për të krijuar bujtina, të cilat më pastaj do t'ju kthehen edhe në të ardhra. Faleminderit shumë dhe bashkë mirupafshim të martën e ardhshme. Të faleminderit shumë, Visart, që ndatë gjitha këto informacionet nga parku kombëtar Malishar. Falemderojnë edhe zotri Elmazi që ndau kohë për emisionin tonë, për ndarë gjitha këto informacionet, sfidat dhe projektet. Ju faleminderit dyve dhe ju përshëndesim edhe ne nga ju nga këtu nga studio.